Brenda shtëpisë së Big Brother Kosova, tensioni po arrinte kulmin mes Fjollës dhe Albanës. Fjolla, e nervozuar dhe e vendosur për të treguar dominimin e saj, nuk e fshehu asnjë sekond zemërimin. Alba është një kopile femër, tha ajo me një ton të prerë dhe të ashpër, duke bërë që të gjithë banorët t'i drejtoheshin me vëmendje. Fjalët e saj nuk ishin thjesht një ofendim, ato ishin një paralajmërim i qartë se nuk kishte ndërmend të toleronte asnjë sfidë ndaj autoritetit dhe vendosmërisë së saj brenda shtëpisë. Ja nxjerr syt, krejt nuk duhet të përballet me mua. Vazhdoi Fjolla, duke treguar se përplasja nuk ishte thjesht një debat verbal, por një shprehje e forcës dhe vendosmërisë që ajo kishte krijuar brenda lojës. Banorët e tjerë mbetën të befasuar dhe të tensionuar, duke ndjerë se situata mund të shpërthente çdo moment. Nuk ishte thjesht një konflikt personal, ishte një shfaqje fuqie dhe kontrolli, ku çdo fjalë kishte rëndësi dhe çdo lëvizje mund të ndikonte mbi dinamikën e të gjithë shtëpisë. Fjolla nuk e lejoi situatën të bëhej e paqartë. Këtu je në Big Brother Kosova, jo në Shqipëri, tha ajo, duke shtuar një dimension të vendosmërisë territoriale dhe një ndjesi që nuk mund të injorohej. Je në tokën time. Fjalët e saj ishin të forta, të prerë dhe dramatike, duke treguar se nuk kishte hapësirë për kompromis dhe se çdo sfidë ndaj saj nuk do të tolerohej. Alba, nga ana tjetër, përballej me një situatë të vështirë. Ajo nuk mund të shmangte tensionin, por duhej të menaxhonte reagimin për të ruajtur qetësinë dhe për të mos përshkallëzuar situatën më tej. Të gjithë banorët e tjerë ndiqnin me kujdes çdo fjalë dhe çdo lëvizje, duke kuptuar se kjo përplasje mund të ndikonte në lidhjet, strategjitë dhe emocionet brenda shtëpisë. Situata tregoi një aspekt shumë të veçantë të Big Brother Kosova. Brenda një ambienti të mbyllur dhe të regjistruar 24/7, çdo fjalë dhe çdo emocion merr një peshë të madhe. Kur dy banorë vendosin të përballen në mënyrë kaq të hapur,